Si jo ato, s'jam partitia, kur kom mbështet gjithë ato që s'ma ka prek teritorin, s'ma ka prek kufinin. Kërë ju vorë balës? A më drejt me ka zu këtë zjedhe e kom me LDK-na me ta, me vjusë? Jo, unë ju më konë gjithmonë e kam mbështet listët Guda. A është i dhënu lista Guda me vjusën tash të pumë? Kush? Lista Guda. Jo, nuk e di. Unë nuk i di ato raportet. Unë nuk i di raportet me ta. Nuk më interesojnë a kush i dhënohet e kush jetë i allegro me ta, qëfar marrëdhënie kanë në veti, po e di që kjo qike ka pasë mirë, nuk i kalon mu shkep urgovistat, unë jam që aty, Lumir Abdigjiku, asë 100 fshatra me ofër 100.000 banor nuk e gjetë një njeri, një majt, një deputet që e mbron, që është i Drenicës, me thonë, pat votas, pat kjo ka me kuptu. Të është një vend i rezistencës, të është një vend i familje të më. Familje të më nuk e pat një gudzim një bon këtu. Edhe tash kërkon mbështetjen time, kërkon mbështetjen time pionieri i mësuesit Rahman Morinës. I Is Mustafës. Ju i thoni që ti vetë ti. Kjo pioneri i Adem Demonqet edhe pioneri i Recep Qosës. E kjo kush është pioneri? I kujna? Kjo bashkëpunëtori Rahman Morinës, edhe shpioni Milosevicit, renunci autonomisë, diferencusi studentëve i profesorëve, gjunë ftyrë të s'kalon pa bon. Edhe keni mojt ju 10 vjetë keni mojt. Po për shta e ka nek tasht? Apo në Gjilomire është... Po ka nek, po i kalon pasasët, nuk dija për qëtë shkrimet e mija. Po shumë. Shkrimet e mija gjithmonë e kam pasqyru qka duhet me bolle dhe këja. S'munet me nëzanë që ti s'mustafë se të shem thasit dhe këja e ka përvu. Në shkrim të punët e kam thonë, si kur dilke se kanë bon shumë fushat. Si kur dilte Lumir Abdigjiku, qytetëm qytet, e fshatëm fshat, a i mi rej defin ose të ponin, kish morë ma shumë vota. Bravo, të ardhë. Allah e ma shumë. Bje morë. Në punë në ketë, vëre. Para se me do që i ke thonë do fjallë interesant edhe për kryeministin Kurti, dhe ishta më të vetë normalisht që ju gjesë të në kuhën, presi një gjallin i morë edhe i keni nejtë nga të presidentit të rëgu, abilite e konë dhe të rëpruje. Po pse kur LDK nuk u kune e furë Skenderaj dhe kur LDK s'ka po Skenderaj? Ndëgja, LDK në Skenderaj nuk ka mujtë me qenë e forë se ka qenë bastione atyne që ka ka pushkën. Aty u konë Hashimi, në qëta që pi Denisat, qëta që sot pi djegin flamurë, pi djegin postirin aty, pi gjujnë Albinin me vue, me gure, me petarde, me sene. Do më thonë, janë njëjtit njerëz, dhe s'ka ndryshu, veç Hashimi në halë. Këtë që ata janë që aty. Dhe neve, na ka kushtu shumë ajo mbrojtje. Shumë njerëz mi bojnë këso pytje. Bilinjoni ma kështë bojnë një koment një shkrimtimin, ku jeni ju të LDK-s në Skenderaj, shkoj gjonë, thash të vorët e Hakimerit, mbi varë, në gjokësin e ti e gjonë shkruun, 3 shkruun e dvranë, mas lufte jenë ta njerë që për të thëmë. Hakimerit, Gjafer Behrami, djali ti, Jetullah Behrami, Plagosun, Bekim Kastrati, Besim Dajaku, dvranë, të përruje Besim Dajaku, të përruje presidentit. Vllai ju një plagosën nga një, plagosën e Sati, plagosën Melvegjicik, plagosën Sedikota, që tu e gjonë. Edhe nuk e kena lëshu, edhe na kanë përzonë. Se mos na përzonë që sot ishtë LDK-ja aty e fort. Po edhe na kanë përzonë. Le që na kanë përzonë atëhere, hajde u krya e punë. Po sot, kur e mbrojmë me sakrificë, e keni po vllahun tonë Fadilin, çfarë deklarate, e ka qitë në vijë gjykate, në vijë e ka pej një humneri, ka thonë qeku e ki vinë këtu, gjykatën e Hagës atë, gjykatën speciale, që se ka maru vllau jam, a se ku maru unë as te, ka maru Hashimi për veti. Edhe i ka thonë, jo, e ka votu edhe ka maru, ka thonë ajë që nuk e voton gjykatën në tratar. Edhe për mësë me ko tratar, ju në voton e kanë votu. E sa të Hashimi është atje, e tha, jo, ti i ke vra njerës të LDK-s. Gjdo pro-Amerikan që u konë, me Ibrahim Rugovën, ta me kanë mujtë, ta këshin vra, ta këshin një, këtë i kanë vra, të tërkanë s'kanë vra këta. Edhe e vrajshin një aset që u konë pak i përzin me Serbi, e 3 LDK-s. Kështu kanë bo. Pronto mafia e Drenicës. A ko pjesë vrasit të eksponentave të LDK-s edhe njerës LDK-s? Ju, nuk e besoj. Në shta, mendimi e mosh, do shta, si mas
një emisioni që e kam përcjell të parrota të Shabamuja, thot, Bujar Bukoshi, ju në kohë bashkë me këtë Isë Mustafa, thot, na kanë dho pare, dhëroje Zabunin, kam argumentin, gjebe kam, dhëroje Zabunin dhe profesorin dashit me morë pare. Thot, kur se bajmë këto? Zabunin kështë e konë? Zabunin, Bahim Rugova, profesori, Femi Agona. Edhe, pra s'keni pare. Unë e besoj që me krim ju në kotë lidhën. Dhe me tupona të shërbime, orë Isa me tupona. Orë Isa e ka njek Fatmir Sejdiun për atyte. Aja ka bon mirë, nuk do ma mirë se që ja ka bon, se e marrë ke këshiltar, e bëj ke kryetar një shpion të Sërbis, një bashkëpunëtor të Ramon Morinc. Edhe tash që ka me i bon këtu, a realitete o që kë. Dhe unë me qka di, është nështë ta keq që e flasë këta, por nuk kam qare pa e folë se i e zbërës poplit me i tregu, i e zbërës me i tregu këty në gjahtistav, që nuk jam unë majtist hiq, po këtë djali e ka mirë që u majtist, që ja po fshahojnë, një ko, a i tha, ku pason një emision i ki edhe një 4 vjetë, po pe qiti, momenti, i ka edhe 4 edhe 8 vjetë mas qiti. 8 vjetë Albin Kurdi? Kota i ka tash, tu, po i ka edhe kota tjetë, në vitin tjetë, jo. Ka me formu qeverin po të? Jo, nuk e formu qeverin, po qeveria ka me ronë 2026, edhe kanë më bu një koalicion. E si mas te e kush bu një koalicion tash? Jo, mërë janë në Beogradi mërë kome ta mua. Beogradi më ka pret në kom lista sërbe me vëqicin me ta bu qeverin.